Kuvendi i Shqipërisë njoftoi shtyrjen e mbledhjes së Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, e cila ishte parashikuar të mbahej në orën 12 për të diskutuar çështjen e Belinda Ballukut. Vendimi u mor me urdhër të kreut të Kuvendit Niko Peleshi, i cili referoi nevojën për të pritur vendimin e gjykatës kushtetuese. Një ditë më parë, gjykata kushtetuese nuk e dha vendimin për çështje, duke argumentuar se i duhej më shumë kohë për shqyrtim të plot. Kjo çështje lidhet me vendimin e GJKK-s për pezullimin nga detyra i Ballukut, një vendim që kryeministri Edi Rama kërkon të rrëzohet, duke argumentuar se pushteti gjyqësor ka ndërhyrë në ekzekutiv dhe se pezullimi përbën de facto shkarkim duke penguar veprimtarinë e Këshillit të Ministrave. Gjykata e posaçme që ka marrë vendimin për pezullimin nuk mori pjesë në seancë, ndërsa SPAK mbrojti masën dhe prokurorët Dorina Bejko dhe Dritan Prençi, sipas të cilëve qëndrimi i Ballukut në detyrë është i rrezikshëm dhe masa është personale. Belinda Balluku pezullua nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre infrastrukturës dhe energjisë në 20 nëntor, pas hetimeve për tenderin e Unazës së Madhe. Gjykata kushtetuese ka pezulluar vendimin deri në shqyrtimin e plotë të çështjes.